Okej. Mbrëma të gjithëve. Si që kishim premtuar, tani po realizojmë live-in e parë në këtë faqe dhe të ftuarën time të parë, të cilën do mundohem që ta lidh tani. Ja bëra thirrjen e parë dhe jam duke pritur. E di që është e shtunë dhe ndoshta janë të gjithë jashtë, por kjo ishte edhe orari më i përshtatshëm për ne të dyja, por gjithsesi unë live-in do ta ruaj, edhe patjetër që do keni mundësinë edhe të tjerët që nuk mund të jenë këtu për ta ndjekur. Jemi në pritje që edhe të shtohet numri i ndjekësve që po na ndjekin. Është në fakt një bashkëbisedim informues me nutricionisten që është një nga emrat më të pikasur, doja të thoja, në fushën e nutricionizmit, e cila jemi njohur në fakt vite më parë, por vetëm tani e patëm mundësinë që të kishim këtë bashkëpunim së bashku, edhe jam në fakt shumë e lumtur që do jem sot live me të, sepse e vlerësoj dhe për mua në pjesën e nutricionizmit janë shumë njerëz të spikatur, po shumë njerëz të cilët e zotrojnë këtë profesion, po janë të paktë ata që janë të spikatur dhe që flasin gjëra që të tjerë duhet i dëgjojnë. Po e pres edhe pak. Mundohem përsëri ta lidh sepse ndoshta mund të ketë një shkëputje. Përsëri i dërgova një ftesë. Të shikojmë tani nëse mundet. Përsëri ja dërgova ftesën sepse më doli që kishte pamundur që të futej. Ju përshëndes të gjithëve, mirëmbrëma të gjithëve. Okej, ja ku të kemi. Përshëndetje. Mirëmbrëma, kisha disa herë që të dërgoja ftesë dhe nuk e di pse nuk po lidhej, ndoshta pjesa e internetit ose nuk e di, po provoja disa herë. Si je? Mirë, faleminderit. Ndjes në fakt e prita, thash kur të më vi ftesa, do ta pranoj edhe këtu isha, po për që di nga një kjo teknologjia neve. Duhet i kuptojmë këto gjëra. Jo, edhe gjithmonë kur jam futur në live e shikoj që kishin probleme, por kam qenë gjithmonë e ftuar dhe nuk e kuptoja këtë pjesën e pritjes, kështu që ishte hera e parë. Shumë faleminderit, isha duke thënë që ishte shumë kënaqësi edhe e vlerësoj patjetër që pranove ftesën për të bërë këtë live së bashku. Edhe doja në rast të parë që të bëj një prezantim nga ana juaj, sepse unë e di shumë mirë që shumë e njohur, por nuk e di për ndjekësit e mi se sa shumë të njohin, se në momentin që u dërgova që bëra pjesën e publikimit, filluan të më pyesin, a është e mirë, a ti shkruajmë, edhe e kuptova që ndoshta këta ndjekësit e mi nuk pas kanë kaq shumë, nuk të ndjekin, kështu që do ishte më mirë që të bëje ti në mënyrë tënde më të mirë një prezantim për veten. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi edhe jamja, dhe thash jemi na që një kohë, edhe më pëlqen edhe puna jote që e bën, na duhet më shumë nga ne, edhe mendoj që bëjmë një punë të bukur dhe punë të mbarë. Përndryshe jam Ardiana, jam nutricioniste apo dietologe klinike këtu në Gjermani, kam përfunduar fakultetin e nutricionit këtu në Hamburg të Gjermanisë, jam gati thuajse që 3 dekada këtu në Gjermani. Vi nga Kosova dhe punoj në qendrën e sistemit ose në qendrën e Zorës, të kancerit të Zorës në prevencion, por edhe në qendrën klinike të rehabilitimit apo edhe në geriatri tek të moshuarit dhe në pesha që e kemi me të vërtetë sidomos në Gjermani është një shifër shumë marramendse
që sa shumë vuajnë nga nënpesha, sidomos moshat e shtyra. Pra kjo është puna ime, për ndryshe në Instagram kam gati 4 vite gjys 5 që punoj online dhe pjesën tjetër ta jam pra gjysëm jave jam në spital e punësuar, ndërsa pjesën tjetër të ja pushtoj më të tjerë Instagram dhe të klientëve të mi që i kam private dhe online. Kjo është puna ime që e bëj deri tani. Dhe edhe sa duket e bën shumë mirë sepse të them të drejtën kisha shumë kohë që doja që të lidheshim dhe e dija se sa shumë e zën ishe dhe prandaj të falenderoj se e di që nëse do të bësh shumë gjëra duhet të gjesh edhe kohën edhe nuk është shumë kollaj ti pas 4-5 vite, po ndoshta bashk mund të themi që kemi 3 vite që njihemi, do me thënë që kemi rënë në kontakt me njëra tjetrën, edhe sot do të kemi një temë që në fakt është ajo që na shtyu me njëra tjetrën të njiheshim. Unë e kam titulluar Shëndeti zorëve në epokën e trendeve të ushqimit, duke qenë se siç edhe thatë edhe vetë, një nga specializimet tuaja është edhe shëndeti i zorëve. Edhe unë do ta nis nga ajo që ne nisëm bashkë, që është një nga, le të themi, trendet ose një nga mënyrat se si njerëzit mundohen që të kujdesi për shëndetin e zorëve, që është edhe konsumimi për shembull i atyre produkteve që kanë një SST rezistente. Tani së pari, unë doja që ta shpjegoj ti më mirë se unë, pjesën se ku është rëndësia e këtyre përdorimit të një SST rezistence dhe cila është benefiti që kemi në organizmin tonë. Se ta them që ta specifikosh për arsyen e vetme që dëgjohet shumë informacion, por duhet pak më i sintetizuar dhe njerëzit të kuptojnë vërtet se çfarë thuhet. Atëherë, unë do ta jap timën në atë mënyrë më të thjeshtë të kuptohet dhe na siç e patëm edhe bisedën dje që bënë me fillon për pak tani hyn në atë elementin ton. Pra, unë mendoj që kemi nevojë sa më të qarta, sa më të qarta, sa më të thjeshta të jemi në shprehjet tona që njerëzit që na ndjekin të mundën të marrin diç nga këto live-et tona dhe shpesh e kam atë përshtypjen që mu ma patson me një kursin që e kam bote një shkollë të holistike dhe pata disa kursa të ushqimeve të fermentuara, por patë edhe vitaminat dhe mikrobioma apo shëndeti i zorës dhe më tha një ndjekës ose një studente asaj ta them sinqerisht, kemi shumë njerëz specialist, njerëz me eksperiencë, njerëz që janë kompetent për këtë fushë, por tha na kanë bë lëm trurin ton duke i përmend termet biokimisë ose fiziologjisë ose të medicinës. Dhe kjo më ka mbet me të vërtetë që tani mundohem edhe tek pacientët e mi, tek klientët e mi të jam shumë e qartë, shumë e thjeshtë, që me të vërtetë ndoshta po ja përzim pak a shumë çfarë do të thotë ajo nishese rezistente. Po unë do t'i mbetem prapë shëndetit të zorës dhe aty do të alët pjesën e rezistencës dhe të nisheses apo të benefitit çfarë ka për shëndetin e zorës do të alët prapë ty. Sa i përket shëndetit të zorës në përgjithësi, mendoj që mirë që ka dalë në fokus, mirë që jemi tani duke e kuptuar që zora nuk është vetëm një organ që tret dhe është për funksionin jashtëqitjes. Pra është humb edhe ai turpi, ajo mëria që zbon me fol për zorën, ose sepse është ende është ajo me fol për zorën duhet të turprohemi, nuk e marr një organ sikur zemra apo si mëlçia. Dhe kjo është me vërtet është mëkat sepse zora ka më shumë që na ofron sesa vetëm jashtëqitja. Pra, në zorën e them aty pjatën që e servojmë në tavolinën tonë. Pra, zora është ajo porta ku në fakt fillon transporti atyre mikronutrientëve që dhe fillon në shëndetin ton, në qelizën ton, në aty ku shndrohet në atë energji, atë çfarë ne dhe konzumojmë. Dhe pse të themi që zora është diçka e turpshme, ose nuk është aq e rëndësishme, kurse e dim që pikërisht aty e kemi deri 90% të serotoninës, ajo na ka neve dhe të lumtur. Kur dhe aty e dim që e kemi sistemin imunitar. Pra, informacionet që nisën nga zora në tru janë gati 80% njërkashe. Dhe truri ka vetëm një 10% që mund ta komandoj zorën, sepse zora e ka trurin e vet, do të thonë sistemin nervor të vetin. Pra është një organ tepër i rëndësishëm që duhet t'ia kthejmë fokusin edhe më shumë dhe kemi shumë kolegë që folin për këtë shëndetin e zorës dhe kjo më vjen mirë. Pra, unë do të mundohem edhe tek pjesa e ushqimit, edhe tek pjesa e mirëmbajtjes së zorës, të mikrobiomës së zorës, ta mbajmë, ta kuptojmë që jemi shumë të rëndësishëm dhe
Tjetra e them se me të vërtet, gjatë stilin e jetesës që e bëjmë ne, mënyra çfarë ham, sa ham, kur ham, kjo të gjitha bëjnë pjesë në këtë përfundimin e pasojës. Na shtyn që çdo njeri, pavarësisht ka me hum peshë, me shtu peshë, ose ushqim antiinflamator, ose ushqim kolesterolin me ul, ose ushqim që duhet për sëmundjet autoimune, qoftë sëmundjet e tiroidës, të gjithë e kanë problemin e njëjtë, të gjithë kanë fryre të barkut. Dhe kjo them që është një lloj epidemie, një lloj keqpërdorimi asaj pjatës çfarë kemi, që ne duhet të kthehemi ta shohim çfarë po japim asaj, sepse na çfarë konzumojmë, në fakt i kemi ata ushtarët tonë në zor që them ne jetojmë në një simbiozë me bakteret tona, që janë 3 triliona në mikrobiomën tonë. Dhe ne çysh i trajtojmë ata kanë me na ofru edhe neve. Në qoftë se ne nuk konzumojmë shëndetshëm, ata do të vuajnë, do të jetë një disbalans, dhe shkaktohet e para me fryje të barkut, edhe me të tjerë vinë edhe sëmundje të tjera. Pra, ta marrim më shumë seriozisht, shohim çfarë po ham, sa po ham dhe kur po ham, që ti ushqejmë mirë edhe bakteret tona, që ato të na japin energji, dhe këtu flas natyrisht çfarë duan ato bakteret tona, dhe këtu po ta jap fjalën tash përmbesh fjalën nishesja rezistencës shqip, si mundesh me thjeshtësu, Katerina? Po, atëre, për pjesën e rezistencës një shtesë, që është nga produktet, le të themi që sugjerohet për pjesën e të paturit një shëndet të mirë, sidomos një shëndet të zorit të mirë, edhe një nga këto raste, do me thënë që ne të dyja kemi folur së pari, ka qenë një video e publikuar në profilin tuaj, ku një ndjekse të pyeste dhe të thoshte që kam dëgjuar që për të patur një nisështe rezistente është mirë që të gatuhet orizi, duke qenë se orizi është nga ushqimet që ka një burim më të lartë të nisështes, të gatuhet dhe të vendoset në frigorifer dhe të konsumohet i ftohtë. Dhe aty ti shpjegoje, do me thënë që po është e vërtet, sepse për këtë dhe për atë. Dhe në të vërtet është e vërtet, për arsye se në momentin kur kjo nisështeja e ndodhur në oriz gatuhet në temperatura të nxehta, ajo gjenatilizohet, që do të thotë kalon në një molekull të tretshme. Në momentin që ti e fut përsëri në frigorifer në temperatura të ulta, ndodh ai procesi që quhet retrogradimi, që përsëri këto lloj nisështe kanë një rezistence, të cilat janë benefite për shëndetin e zorëve. Deri këtu, edhe unë edhe ti jemi në rregull, besoj. Absolut. Dhe deri këtu do me thënë është tërthën dhe unë e sugjeroj pa tjetër, jo vetëm nga ajo, por ka dhe alternativat të tjera për të njëjtin gjë, por ajo që mua më bën shumë përshtypje është që askush nuk nëndizon edhe rreziqet. Kush janë rreziqet? I pari është e pare punës që, e gatuam, e vendosëm në frigorifer. Sa kohë duhet të mbajtur në frigorifer? Se ti nuk mund ta lësh një javë që aty të kontaminohet, edhe pastaj ti do që ti bësh diçka të mirë shëndetit tënd, zorës tënde, dhe në fund ti ushqesh me një ushqim të kontaminuar. Në teorizi është shumë i padukshëm, se dhe ngjyra dhe të gjitha e bëjnë, do me thënë, shumë të padukshëm, edhe ti mund të helmohesh pa e ditur. Plus, nuk e nëndizon askush, do me thënë, ka shumë konfuzion edhe te pjesa që ti mund ta aftosh në temperatura të ftohta dhe pastaj e ngrojnë përsëri, që ti prapë je duke bërë të njëjtën gabim nga e para. Por kjo nuk ka dhe shumë problem, problemi është kur e ngrojnë, e ftojnë, e vendosin prapë në frigorifer dhe bëjnë atë problemin e madh që nuk është vetëm e orizi me të gjithë ushqimet, që është burimi i parë i kontaminimit. Dhe për mua ky është problemi më i madh, se për të patur atë benefitin që unë edhe ti, të dyja unë e shpjegova në mënyrën time me procesin se si kthehet në një nisështe rezistente, por duhet nënvizuar edhe, sepse siç e the edhe ti, ne flasim me terma shumë të mëdha, po kush na kupton? Unë edhe ti që i dim, jo, duhet të flasësh për mendimin tim me terma që njerëzit vërtet i kuptojnë edhe ti përsisi, se sot kanë dalë këto influencerat, se unë gjithmonë e them, që për mendimin tim njerëzit i besojnë sepse ato flasin me fjalë shumë të thjeshta. Kurse kur ke përballë një profesionist, duke qenë se ne atë mënyrë dim se si ti themi gjërat, sa përqind na kuptojnë. Dhe kur nuk na kuptojnë është prap konfuzion, kur nuk na kuptojnë zgjedhin të bëjnë atë që është më e kuptueshme, që është e gabuara. Prandaj të gjithë atyre që duan që të kenë një shëndet të zorës të mirë, unë e para u them që në rregull e gatuani, e ftoni,
pasi të jetë ftohtë në temperaturë, do me thënë jo ta vendosni të nxehtë në një kontenier sepse avujt e ujit mund të kenë përsëri mund të kondensohen dhe është burim, është aktiviteti i ujit, se një nga si të themi kushtet për të rritur myku janë aktiviteti i ujit, temperatura dhe pH-i, aciditeti. Do me thënë nëse ti i shton aktivitet ujit, ti e vendos në temperaturë të nxehtë që ti e ke aty kondensimin e ujit, ti detyrimisht ke një produkt të kontaminuar. Kështu që patjetër që mund t'i përdorni, por duke patur shumë kujdes këtë pjesën. Edhe e njëjta gjë ndodh edhe tek buka, nuk e di, ne shqiptarët, të them të drejtën, nuk ma do mendja që të ketë ndonjë shqiptar që ta vendosi bukën në frigorifer dhe për të njëjtën arsye, do me thënë për të patur të një sështen rezistente, që unë nuk e di këtë pjesën, se nuk e ka provuar ndonjëherë vetë, po nuk e di dhe nëse ti e sugjeron këtë pjesën, por mendoj se shqiptarët, se ne bukën e kemi shumë të shenjtë, dhe nuk ma do mendja, ne kur duam që të konsumojmë bukë, ne duam që të kemi atë bukën e ngrohtë, të butë, dhe nuk ma do mendja që të vendoset në frigorifer dhe pastaj të konsumohet. Edhe dhe për këtë kam disa pikë pyetje, të them të drejtën, dhe nuk e di nëse ti e sugjeron tek pacientët e tu këtë pjesën e ruajtjes së bukës në temperatura të ftohta për të patur këtë rezistencën e një shtesë. Atëherë, e ke prekur një temë që në fakt edhe unë nga ti mësoj, sepse ndoshta mundem edhe ta flasim këtu edhe me ndjekësit tonë, pasi të dalim tek pyetja që ndoshta ose ta flasim bisedën. Dashur, nuk kam koment absolut, a je duke e parë që po na përcjell dikush këtu apo mos ja kemi të bllokuar? Okej, sepse unë kam mbetur. Okej. Atëherë, shikohet nga personi të cilin e hap live-in, prandaj. Okej, shumë bukur. Atëherë, sa i përket tek orizi që e përmendte, në fakt, tani ne jetojmë me një kohë ku me të vërtet shumica e ushqimeve nuk e kanë atë cilësinë sikurse para 20, 30, 40 vite dhe këtë gjë e dim të gjithë. Dhe tek orizi kam pas para vitin e kaluar para 2-3 viteve ka qenë këto, unë kam bërë një pjesë rreshershe për me u përgjigj klientëve të mi, sepse çarkullonin dhe shumë pyetje që orizi nuk duhet absolut të konsumohet ose nuk duhet të ftohet absolut. Sa i përket sistemit të kësaj rritjes dhe shkëmbimit të një shesja rezistente është minimale. Tek patatet me të vërtet kemi diku deri në 23%, do të thotë pacientëve të mi ose klientëve të mi rekomandoj patatet gjithsesi të gatuhen dhe të ftohen plotësisht dhe pastaj të ringrohen. Dhe pjesën tjetër orizin deri të nesërme, në këtë që përmendët ti edhe unë them mund ta vëj, por kujdesi temperaturës, por nuk kam gjetur një studim që është efikas, një studim që është mirë i researchuar, një rondamizier që është dhe i kontrolluar, që me të vërtet thotë që në qoftë se orizi ftohet të nesërmen mund, sepse ishte pyetja shumë klientëve të mi, ka qarkulluar diku në disa video, i kemi shumë bakterie në oriz në qoftë se konsumohet të nesërmen. Edhe orizin, në qoftë se i përmbajmë këto rregullat e temperaturës, mund ta konsumohet edhe nesër. Por më tepër se nesër nuk do ta kisha rekomanduar. Pikërisht kjo problemi i temperaturave, i javullet të tjetër. Tek orizi që është ma kritike, tani po dal tek buka. Pra patatja është pa problem. Të jemi më sinqert, patatën do ta sugjeroja të gjithëve, gatuaj një ditë përpara, do të përfitosh nga një shesja rezistente dhe kjo është me të vërtet një benefit për bakteriet, sepse i ushqen bakteriet tona të mira. Dhe tek orizi do të kisha thonë të kemi kujdes, se kemi edhe shumë lloje të ndryshme të orizit. Tek orizi është edhe problemi që në qoftë nuk lahet mirë, e kemi edhe problemin e arsenit, që është po ashtu një metal që nuk do doja që gjithsesi të konsumohet me shumicë. Pra tek na e di edhe në shumë herët, si fëmijë e kam pa në familjet tonë që orizin e çronin një nga një. Edhe kontrolloni dhe i hishin ato. Sepse në qoftë se një ka mbetur aty, ajo do ta shkakton gjithë pjata, gjithë tenxheria të prishet. Dhe përveç se e kontrollojnë, këto mbaj mend si fëmijë, përveç se e kontrollojnë, di që në qeshme lëshonin të kulloj ujë derisa të jetë i te duk, derisa të jetë ujë parë.
Pra, Kjo ishte më shumë për të hequr një shtenë, se pastaj generalizohet edhe ngjiten ato dhe bëhet ai pilafi që i po si ngjitet dhe shu. nuk është shumë i. E ka, ndoshta unë mendoj që këta e kanë pasur qëllim sepse e kanë gatu, sepse unë e di që gjyqja nuk e ka ditë qëllimin e një shesës, por e kanë provu dhe gjatë përvojës e kanë pasur ngjiten, ndërsa ne sot i dimë edhe rëndësinë e kësaj, çfarë mund të ndodhë, dhe kjo është qëllimi që duhet të largohen, që për me pasën edhe më pak probleme kontaminim ose më pak probleme me dëmet pasojat që ka me pasur rrisin. Sa i përket buka, tek buka nuk ta them kështu, bukën e bardhë nuk e preferoj absolut, edhe në qoftë se dikush ka probleme me zor, do të thoja, do t'i luzja, që bëjeni një test vetës 2-3 muaj, largojeni komplet për me pas, apo mundeni me qenë ma të pasë sa i përket glutenit, por buka e bardhë të ftofët dhe pastaj të ringrohet, e para ne si komunitet as nuk e duam atë, sepse neve na knaqen. Në qoftë se e gatuaj, Unë e rezistova sepse ne kemi pjesë të shumë të rëndësishme të dietës tonë që nuk duhet, po që... E di, mjerisht e them, por mendoj se në qoftë se të jetë ajo, sepse edhe nuk jam prej dietave ose ushqimeve të këqija se të mira, por në qoftë se gatuhet dhe e bën atër konzumoje një ditë, bëje qefi si të duash, haja të bukën e ngrohtë prej furrës të jetë e butë, shijoje, por tani të jesh i kujdesshëm që kjo nuk mos jetë rutinë për çdo ditë. Do thonë mos jetë një ushqim që duhet çdo ditë të konsumohet, sepse kanë treguar shumë studime, por edhe pasojat që i kemi me klientët, pra edhe klientët që i kam Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë janë me të vërtetë këto trevave ku është përdorur shumë buka edhe ku e ka problemin shumë të madh të bukës dhe janë probleme sidomos me shëndetin e zorës. Pra buka mos të konsumohet. Ndërsa a kam një studim që e kam bërë që buka e bardhë të gatuar të futet në frigorifer, arsyeja e amidonit nuk kam gjetur studim serioz që ta jap rekomandim të hey, futeni. Ka qarkullon në për Instagram, këtë story, të se unë prandaj e cilësova në epokën e trendeve, që këto trendet ne ti sqarojmë, se nuk janë thjesht do me thënë del një në YouTube, në Instagram, e kudo, e flasin edhe pastaj hajta bim të gjithë, po për çfarë arsye, ku nuk ka asnjë studim që e provon që kjo gjëja funksionon. Nuk po edhe shumë bukur e thati një fjalë pak më parë, ndoshta dhe po sikur se të funksionon është minimale, është çast shumë e bukur që risku është më i madh se ti mund ta bësh një dëm shëndetit se të marrësh benefit. Ne nisemi për mirë dhe përfundojmë se kur nuk e kemi atë backgroundin e flitet me kaq fjalë të mëdha, nuk e ke backgroundin dhe nuk e di dhe si ta sintetizosh informacionin, se sot do me thënë në qoftë se më para ka pasur munges informacioni, sot ka aq shumë informacion sa dhe njerëzit për mendimin tim janë shumë konfuza dhe nuk dinë dhe këtë besojnë e kë mos të besojnë edhe bëhet akoma më e komplikuar mendoj gjëja, por doja të pyesja, sipas studimeve, sipas rezultateve që ti ke me pacientët e tu, cili është ai produkt që ti sugjeron më së shumti ose një listë, se mund të jetë edhe një listë, për këtë patu këtë amidonin rezistent. Se unë për shembull mund të preferoj ashtu mirë bananet jeshile. Po, mirë, po. Ka ndonjë ushqim të ti thesh shumë mirë edhe për pataten, ndonjë element tjetër që nuk ka dhe këtë riskun, do me thënë ta ngrojnë, ta ftojnë, është një produkt që ti ashtu siç është, do me thënë në mënyrën e thjeshtë si ti e gatuar, të kesh këtë benefitin, sepse lista është e gjatë, po unë thjesht po të pyes në lidhje me atë që ti ke parë me studentët, me klientët e tu. Atëherë, unë e them që të fokusohemi vetëm tek një gjë, tek një produkt, një benefitin një ushqimit, një faktori është, mendimi im është me të vërtet është mëkat, sepse trupi jon nuk i mjafton vetëm amidoni, nuk i mjafton absolut, por duhet që larishmëria e asaj pjatës të jetë që në rastin të pacientave të mi që e kam janë me të vërtet fibrat dhe ushqimet e fermentuara. Këto të dyat, ky binomi është për mua është gjëja më e favorshme që kemi edhe fatmirësisht këto e kanë pas me thema shumë me sheku që e kanë konzumuar njerëzit para dhe nuk i kanë pas të probleme që i kemi sot me zor. Dhe mjerisht ky stilin e jetesës që i kemi ne, me ushqimet shumë të përpunuara, ushqimet që nuk
ushqimet që nuk janë të natyrës, kanë sasi të vogël, sasi të mjerueshme, them ashtu. Në Gjermani i kemi me të vërtet 3 deri në 4 gram fibra në ditë që konsumohen nga popullata gjermane. Dhe këto shifra janë alarmuese sepse deri në 30 gram rekomandon Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Do të thonë fusha ose organizata e nutricionit këtu në Gjermani. Dhe të jemi sinqert në vendet aziatike, në vendet afrikane, në Afrikë kanë mbi 50 mbi 100 gram fibra në ditë. Pra ne në Gjermani jemi 3-4 gram, që është me të shumë shifre vogël, pra të dhe kemi këto problematikat, por nuk besoj që në Kosovë, Shqipëri është më mirë. Mbase Evropë në përgjithësi. Mbase këto, në fakt, industria e ka bë me qëllim gjërat që janë shumë të përpunuara, ato nuk kanë fibra fare. Ose gjërat që janë të ziera, gjërat që janë prapë shumë të ultra të përpunuara, nuk kanë as ushqime të fermentuar, nuk kanë as mikrobiom të gjallë, mikroorganizma të gjallë. Pra, përmes çfarë më mirë për të tjerat. Fibrat i kemi ato që ushqehen bakteriet tona, ato që janë me të vërtet bazament i mikrobiomës, bazament i zorrës, dhe pa to nuk funksionon dot zorra. Do të thënë ato janë ushqimet që ne duhet me ja ofru atyre, dhe pjesa tjetër e ushqimeve të fermentuara që janë probiotikët, pra kjo po ara ishte fibrat ose prebiotikët, dhe si gjithmonë ngatron këto të dy termet. Aty do të shkoja dhe me higjienista mund të na i shpjegosh se ka dhe këtu një pikë, do me thënë që ka konfuzion, që të shpjegoj pjesa e probiotikëve dhe prebiotikëve. Kështu që me higjienista mund ta shpjegosh edhe ndryshimin edhe rëndësinë. Po, shumë thjesht, prebiotikët janë fibrat që ushqejnë bakteriet. Pra, në trupin tonë, në zorën tonë, thash jetojmë në simbiozë me organele tjera, me organizma të tjerë, dhe këto janë bakteriet benefitare që i duan trupit tonë. Dhe këto bakteri ushqehen nga ushqimi që e kemi ne në pjatë. Dhe fibrat janë prebiotikët që ata e mbjetojnë, që jetojnë në zorë, edhe shumohen, e përpunojnë, na japin neve energji, na parandalojnë nga sëmundjet, ose edhe bëjnë prodhojnë hormona. Pra janë shumë punë të tjera që bëjnë bakteriet tona në zorë. Dhe probiotikët janë fakt organizma të gjallë që e marrim nga pjata dhe ja ofrojmë trupit tonë. Pra janë bakteriet, janë laktobakteriet që ka dhe plot emra të tjerë, por janë bakteriet të gjalla që japim në ushqimin, që i suportojmë zorën. Pra një zorë desbalancuar ku ka më shumë bakteriet të këqija, dhe them që mikrobioma është ai kopshti që sa më shumë ke lule, atë duhesh me ditë që e ke një balancë shumë të mirë të mikrobiomës, se që e ke ushqyer me bakteriet të mira, me ushqimet të fermentuara. Dhe probiotikët pra janë ushqimet e fermentuara. Ku i gjejmë ato? E kemi standardin jogurtin, dhe këtu do dalë edhe tek ajo që i shtrohet në procesit kimik, që duhet me pasur aty kujdes, dhe ushqimet turshi, ushqimet e fermentuara, lakrat, kimchi janë. Unë kam një çaj kombucha që vetë e kam bërë shumë herë që e bëj, është për mua me vërtet gjëja më e mirë që e kam bë vetes teme dhe shëndetit tem, dhe pjesë të tjera në rrethin tim që janë që të gjithë i kam furnizuar me këto, por është edhe kefiri, ose vetëm lakrat e kuqe, lakrat turshi, ose mund thjesht edhe perimet. Pra ne mund të fermentojmë edhe tronguj, ne mund të fermentojmë qep të reja, ne mund të fermentojmë edhe speca, por tek fermentimi, për të nështruar aty procesit fermentimit, duhet të kemi kujdes që të jetë vetëm krip. Ose në rastin e do me thënë që të jetë një fermentim natyral. Natyral. Sepse në momentin që ti shton uthull, ajo e ndërpret rritjen e baktereve të mira. Tani, unë doja të pyesja se unë shikoj pafund, prandaj e kam bërë të trendet, shikoj pafund tani këtë tendencën e fermentimit të perimeve, vetëm e krip siç e përshkruan ti, që unë patjetër që e kuptoj, e di rëndësinë e saj, siç e shpjegove shumë bukur ti dhe shumë thjesht me pjesën e kopshtit, po unë kam një pyetje, në kushte shtëpiake, në momentin që ti bën këtë fermentimin e këtyre perimeve, vetëm e krip, a ka rrezik për zhvillimin e baktereve jo të mira? Absolut. Dhe mendoj që kjo e frikëzon shumë nga ata që nuk e kanë provuar. Një herë e kam bërë një përvojë me lakër. Nuk kish gjë më të shëmtuar, gjë më të gërditshme se në qoftë se të prishet lakër.
E Pra kam provuar dikush dhe unë e kam bërë me fermentim me uthull dhe pak i besoj një disbalancë midis uthullës dhe sasisë së lakrës që unë kisha vendosur dhe ishte vërtet e tmerrshme dhe e kam në mendje atë aromën edhe unë, që përgjava. edhe unë, po. Pra ka, natyrisht. Fermentimi, do me thënë ky fermentimi natyral që e shikojmë kudo që të gjithë e sugjerojnë, a nuk duhet të ketë një manual për këtë, jo të gjithë t'i bëjnë në shtëpitë e tyre, a nuk duhet më mirë të blihet në kuptimin që të jetë një produkt të paktën që ne e dim se si e ka patur zanafillën, apo ti mendon që me kohën ti e kupton me sy që kjo diçka ka shkuar gabim te ky prodhimi i fermentimit, sepse në rastin e lakrës që e thamë ne kishte aromën, po a ka raste për shembull që ti nuk e kupton dot dhe ti aty ke më shumë ke baktere jo të mira sa baktere të mira dhe ashtu si thamë teorizi vete që për të bërë diçka të mirë e përfundon duke e E helmuar. dëmtuar. Po. Atëherë, para se të futem në këtë botën e fermentimit, në fakt kam bërë një kurs online që është një grup këtu në Gjermani dhe kanë punuar shumë kohë për ta përgatitur organizimin ose është një organizat dhe bota e fermentimit dhe është një gjë që aty kam mësuar me të thëtë shumë gjëra. Tani, unë tek i kam dëgju këto edhe nga prindet e mi që i ka bërë gjyshja jo, nëna jo, ose i di që i bën lakrat, të lakra kam provuar kështu vetëm se e kam provu e kam po dikund dhe kam menduar se do t'ja dal dhe dështova. Ndërsa gjatë kursit që e kam përgatitur, që e kam bë, aty kam mësuar shumë gjëra. Tek pyetja dhe nga aty kam filluar ta dashuroj këtë gjë sepse me vërtet mendesit ja merr dorën dhe i ki parasysh higjienën, temperaturën, edhe të mos kontaminohet me baktere të tjera, edhe i sheh ato rreziqet, për shembull kemi pasur ato në qoftë se dështon, në qoftë se ti gabon, përveç se lakët që e kam bërë përvojë, tek kosi për shembull, tek këto perimet të tjera ishte ose vetë tek kombucha që e kam në shtëpi, në qoftë se dështon është alarmuese dhe është janë ato baktere që mund të ndodhë dhe tek e prursa, kështu se ti marrësh me sasi të lartë. Ja, pra ka rrezik për me veti. Por të jemi sinqert, në qoftë se hyn dikush në botën, unë kam disa live që i kam postu në Instagram, edhe duke fermentu kimchi, pra lakrën kineze, dhe aty gjatë asaj punës është po edhe këtë live-in e kam gati 1 orë është punën që e kam bë dhe i kam përmend edhe këto gjërat çfarë duhet me pas kujdes, sasia e kripës është shumë e rëndësishme, 2%, që se me vërtet në qoftë se ti e bën më pak, automatikisht nuk e merr procesin e fermentimit dhe ajo do të prishet. Por tek pyetja jote a duhet të jetë të blehen, është në Gjermani, po edhe në Kosovë sa kom pasur në time sa kom bë, në Shqipëri nuk e di, ofrohen gjërat e fermentuara që janë prej fabrikës. Do thonë gjërat që ju kanë nështruar procesit të temperaturave termike. Në momentin që i nështrohet procesit, sepse industria nuk e ka shumë të leverdishme të jep ushqime që mund të prishen shumë shpejt, sepse në këto që i bëj unë vetë, unë i bëj 3-4 minuta. Sepse ai është biznes në fund të fundit dhe ata mendojnë për pjesën e llogarisë së tyre, jo për shëndetin e konsumatorëve. Absolut. Kështu që të gjithë klientëve kur vjen pyetja e fermentimit ose ushqimet e fermentuara, a duhet të blehen, kujdesuni, shikojeni pas, a është e pasterizuar. Në momentin që është e pasterizuar, aty duhet ta kuptoni që pjesa më e madhe, mos të them edhe tërësisht, është e vdekur. Pra, qëllimin e proceseve të probiotikëve natyral, qoftë nga jogurti, nga perimet, në gjitha këto që i folëm, në qoftë se e kemi për çfarë qëllim që ta ofrojmë, ta suportojmë zorën tonë dhe të japim baktere të mira, të ushqejmë ato lulet në mikrobiomën tonë, atë kopshtin tonë të bukur, atëherë duhet të konsumohen ushqime të pasterizuara dhe në momentin që merresh ti vetë duhet të ulëmtosh pak a shumë që ti kesh atë bazamentin, pra 2% e kripës, ose pjesë të tjera të pastërohen, të vlohen, të jenë në ujë të vluar, enën kavanozin ku i vetë në temperatura jashtë, ajo pelerina çfarë duhet ta mbulosh, pra si të del ajri nga ajo aty që mos të futen bakteret. Në këto të gjitha proceset i kam mësuar me vërtet në kursin e fermentimit. Nuk i kam mësuar nga prindet tonë, por ti ke edhe background-in tënd, ke bërë një trajnim, prandaj unë doja që të cekja që jo çdo kush mund të jap mend, le të themi, në këtë lloj mënyre se si mund të bëhet një fermentim natyral, sa unë shikoj edhe njerëz që janë komplet jashtë backgroundit
nutricionizmit që bëjnë aty, kanë parë një video dhe tregojnë tani në rregull, është shumë mirë bëjnë që e bën, por që për mendimin tim ndiqni personat të cilët e kuptoni që kanë një background, të cilët mund t'u tregojnë se cilat janë rreziqet, se në shtëpi mund të bëjmë një gjëra, po ja ku vjen rreziqe akoma dhe më të mëdha që nuk kanë as benefit, edhe pjesën që se për pasterizimin që mund dua të ta them edhe diçka që është më mirë të thuash se sa veta mund ta kuptojnë çfarë është pasterizimi. Pasterizimi është një trajtim i produktit në temperatura deri në 80-90 gradë, se nuk i shikojnë te etiketa dhe nuk e dinë se çfarë është. Shumë informacion i duhur. Prandaj të thash që në fillim që është shumë e vështirë që të komunikosh se flitet me fjalë shumë të mëdha dhe duhet të kuptohet që unë përpara se sa të vazhdoja shkollën, as unë nuk i kisha këto koncepte dhe kur nuk i kam unë që jam e re, imagjino prindrit e mi ose një shkallë më lart çfarë informacionesh mund të kenë me këto terma pasterizimi, sterilizimi. Ata nuk në kuptimin domethënë që duhet të gjetur një rrugë mesme për të folur, për të kuptuar se pastaj vemi aty numërojmë në vend. Po edhe doja të cek edhe diçka tjetër, se është edhe pjesa domethënë okej, fermentimi natyral është shumë i mirë për shëndetin e zorrës, por edhe fermentimi me uthull nuk do të thotë që je duke i shkaktuar trupit tënd një problem në qoftë se bën ato fermentimet në shtëpi të perimeve dhe të frutave. Madje për mendimin tim, se duke qenë se përfaqësoj edhe pjesën e teknologjisë ushqimore, është një mënyrë shumë e mirë e ruajtjes. Siç po e merr atë frutat e perimet e sezonit dhe i vendos në ngrirje, edhe ajo e njëjta gjë është, ti po e ruan, po e konservon që ta hash ta konsumosh në një periudhë tjetër. Kjo nuk do të thotë që turshit e bëra me fermentim jo natyral nuk janë të mira, sepse fokusojmë te njëra dhe duket sikur i themi tjetër, do me të mirupafshim. Por pjesa e fermentimit natyral është shumë e mirë për pjesën e shëndetit të zorrës, duke qenë se u përshëndruam aty, por mos të harrojmë edhe pjesën që një nga mënyrat më të mira për të ruajtur, sepse ti hedhim ato perimet poshtë, kur mund t'i fusim në ngrirje, kur mund t'i bëjmë turshi ose mënyra të tjera, të cilën unë e para që e kam shumë shef, domethënë më shijojnë shumë, por edhe janë diçka domethënë që nuk kanë dhe shumë problematika sa aty nga ursulla, ti i zhduk ato bakteret dhe nuk ka shumë nuk ka mundësi për zhvillim, kështu që në kushte shtëpiake fermentimi me uthull për mendimin tim është diçka që mund të bëhet pa ndonjë merak shumë të madh, kurse fermentimi natyral për mendimin tim duhet pyetur njerëz të cilët kanë një background në atë pjesë, jo thjesht në shtëpi duke bërë 2-3 receta që tipen në YouTube. Ky është mendimi im, nuk e di nëse ti më Jo, tu tani mendoj që mund ndoshta të mësoj mos të karon të lexosh ta mësosh çfarë ka ndikon në zhvillimin e procesit të fermentimit. Në qoftë se ufulla mbyt do të bakteret edhe të mira, bakteret benefitare, apo i eliminon të dyja raste, domethënë për pjesën e baktereve të mira, në qoftë se ne duam që të kemi baktere të mira që na ndihmojnë në pjesën e zorrës, nuk i përfitojmë nga perimet e fermentuara me uthull, sepse nuk e lejon. Domethënë e stopon aciditetin e hashit, që të. Dhe kjo para 2 vite, 3 vite në pushim në Greqi, gjatë rrugës kur u kthyem konzumum me një restorant, e përmend, më duket e kam përmendur në një live tjetër, por dua të dalte kjo çështja e fermentimit, sepse në atë restorantin kishin paguar, më përshëndetit Dana. Më tha një vajzë, një shoqe, një mike ime do të vi, edhe për atë arsye tash është pas që ka këtu. Atëherë, sa i përket çështja e fermentimit, sepse ata e kishin një recept të shtëpisë që ishte një lëng, një lloj supe, që mbi supë kishin vërë edhe ca jeshile. Dhe unë thjesht supën, çfarë supë ishte peshkut, por qëllimi ishte mbi supë do t'ja hedhim edhe një zos me jeshile. Edhe kur e mora aromën, thash, kjo nuk është zos e bler, po thash çka ka këto? Kjo është recept shtëpie, sepse i kemi ushqime të fermentuara.
Thash, ju lutem tregoni çfarë, sepse shiheshin disa gjethe të rozmarinit, gjethe dafines, do të thotë ishin edhe në erza kishin fermentu dhe thasha, ju lutem më tregoni çfarë, nuk e treguan dot. Por doja të dola nga ajo që çfarë ndodh me procesin e ushqimet kur fermentohen, jo vetëm që ruhen, por kemi edhe zhvillim të vitaminave të tjera, aromat të tjera. Po, absolutisht, por për pjesën do me thënë të bakterjeve të mira, me atë që unë kam lexuar edhe me atë që është e publikuar, nuk e stopon në zhvillimin e bakterjeve. Dhe këtu tha që ufulla për shembull ata tha na fermentojnë vetëm me krip, dhe ishte pyetja ime si i fermentonin. Ajo tha vetëm me krip dhe thash pse jo me ufull, tha jo sepse këtë aroman e vitaminave dhe mineraleve tjera do ta humb ufullën. Mirë, por nuk kisha një uri, do thonë që e bën procesin e bakterjet, shumë bakterje që mund t'i mbyt, do ne kisha të ditur, por nuk e dija që ufulla mund t'i mbyt edhe shumë vitamina dhe minerale të tjera, sepse gjatë atij procesit të ruajtjes, pra nga ajo bima, unë shpesh e them, kripa e ka atë funksion edhe osmozës që të rikthejë, por në fletën për m'ia u shpjegoj dhe këtyre që po na ndjekin në fletën e atij perimi, çfarë do perimi që qoftë edhe qelpa, në fletën e atij perimit i hap porët e lëkurës së perimit dhe nga ajo e tërhek lëngun e atij perimi që e fermentojnë. Dhe nga ai lëng pra fermentohet asisoj që me të vërtet ndodhen që edhe vinë jo vetëm aroma të tjera, sikurse në këtë rastin e kësaj dozës, por edhe kemi formim të vitaminave dhe mineraleve shtesë, që ndoshta nuk kanë ekzistuar në atë perim. Dhe kjo është gjëja më e bukur që përveç shkëmbimit ose rritjes së bakterjeve të mira që i duan trupit tonë, ne kemi edhe vitamina B, ose grupin e vitaminave B në ushqimet e fermentuara. Ne është vetëm për pjesën e shëndetit të zorëve, por je duke e ushqyer organizmin trupin përgjithësi. Dhe kjo është gjëja shumë e bukur që neve na ka dhënë natyra që mund ta shfrytëzojmë, a duhet të fermentojë çdo kush. Unë them fillimisht duhet të merren me të vërtet këshilla nga profesionistët, njerëzit që kanë edhe kompetencë, ose të paktën të kërkojnë ndonjë kurs, të kërkojnë pak informacione në internet, dhe jo ashtu paushall të fillojnë të fermentojnë. Të marrin aromën e latit, pastaj që nuk i kanë dhe kollaj, edhe mërzitesh dhe vetë se nuk të ka vajtur puna në rregull. Është një zgjenim, po te kombushën për shembull që e kam këtë çajin kineze që e fermentoj që shumë vite, e sheh që ishte pyetja një ndër pyetjet tua mundesh me pa, në shumicën e perimeve aroma vrehet, do të thonë që se fermentohet e vreh, dhe pjesa tek kombusha për shembull dhe sheh që e kanë një ngjyrë ose ta jep një lloj këpurdhe të zezë të dëmtuar, pra këto dhe në bazë asaj çfarë sheh produkti mundesh me pa që nuk është diçka në rregull, por këtu është shumë interesante që në fakt ushqimet që fermentohen janë edhe kjo del ndoshta më shumë se jashtë profesionit që e kam unë, por me të vërtetë tek kombucha ne i merr edhe aromat, unë e mbaj në një dhomë ose tek kuzhinat e çoshja që e kam me vite. Në momentin që ja ndroj vendin dhe e vej diku në njëjtë dhomë, po pak më andej, e ndron edhe aromën e kombuchës. Të do të thotë gjitha këto aromat që i kemi ne në hapësirën tonë ku qëndrojnë, ajo i përthith përmes asaj leckës që i kemi në altë, dhe duhet me pas kujdes që mos me pas edhe një ambient shumë të dëmshëm, një ambient shumë qoftë që kanë këto muret për shembull që janë shumë të dëmtuara, nëse një dhomë ka lagështi, ajo gjëja e fermentuar do të merr po ashtu dëmtimet e mëdha dhe nga ajo i marrim edhe në trup. Pra është ka filozofinë vetë edhe kjo çështja e fermentimit. Çdo proces ka duhet të dish, domethënë se si ti bësh gjërat, se ndryshe gjëja më e vogël, domethënë ka një proces, jo thjesht trazo edhe nuk dihet rezultati. Tani unë doja të bëja edhe një pyetje të fundit, sepse është shumë konfuzion edhe me këtë pjesën e suplementeve, po konkretisht doja të flisja vetëm për suplementet probiotike. E shikoj që rekomandohen, e shikoj që përdoren, pyetja ime është se për të përdorur suplementet, unë e kuptoj shumë pjesën që nuk ka aq rrezik se sa flitet, se dalin edhe me tabu të mëdha ndonjëherë, por kur duhet të përdorur dhe cilat janë gjërat të cilat duhet të kenë kujdes personat të cilët duan të përdorin këto probiotik. Domethënë cili është momenti me pacientët e tu, le të themi, që ti e shikon që ata kanë nevojën e përdorimit të një suplementi, sepse regjimi ushqimor nuk është, domethënë, i mjaftueshëm për të arritur rezultatin që duhet arrihet.
Çfarë mund të na thuash për të pjesën, sepse gjithmonë flitet domethënë një e bën shumë të madhe për pjesën e suplementeve, dikush tjetër e minimizon, dikush tjetër është as aty, cili është mendimi ose në momentin që punon me klient, për mendimin tim aty shikohet rezultati fiks. Në momentin që ti merr klientin, i di të gjithë pjesën e historikun e problemit që ka, aty e kupton edhe rezultatin në momentin që ti sugjeron një suplement apo jo. Atëherë, suplementet ose ushqime shtesë. Jashtë asaj pjatës tonë është ushqim shtesë. Unë jam pro suplementeve, më thonë, ne jemi dhe ashtu një unikat në vete, ne jemi me të vërtet trupi jonë, ajo çfarë bën mirë mu, ty nuk do të thotë domosdoshmërisht me të mirë, mu do të bëhet keq. Pra duhet me marrë si individuale dhe si personale, se diçka që vetëm ty mund me ndihmu, të personalizuar. Dhe po i ndalim me kësaj pjesë suplementeve të na folëm edhe në telefonat ditë, e kam më dhimbën shumë se më vi keq, shumë edhe kolegë tonë e fusin frikën duke ngrit gishtin lart dhe kjo ka krijuar një frikë tek shumë njerëz që thjesht është çdo ditë më vijnë mesazhe të ndryshme, ajo po thot këto çka mendon ti. Dhe kjo është një mërzi sepse është edhe neglizhencë, që me vërtet ti mundesh me dëmtu njërin nëse e ngrit gishtin dhe e acaron ose ja fut frikën, mos e merr këto, mos e merr këto. Pra ka të ndryshme. Dhe është shumë e vështirë për ata që na ndjekin pas ekranit dhe nuk din ku më orientu. Tek suplementet në përgjithësi mund ta bëjmë ndonjëherë një live tjetër, pra gjithëm temë tjetër. Ndërsa shkurtimisht dhe unë prandaj u fokusova vetëm për suplementet probiotike. Atëherë, tek probiotikët e kemi prebiotik, ti thash të trija, do dalte antibiotike tash, dhe pse duhet të merret shtesë, dhe jo shtesë gjithsesi me kapsula, por mund t'ja ndihmojmë na me këto që i përmendëm. Pra prebiotikët do të thotë fjala për jetë, pra i kemi ato fibra që i ushqejnë bakteriet tona të mira. Tani i kemi probiotik, për jetë, më thonë që dy të ushqojmë jetë. Probiotikët është për jetë dhe antibiotikët është kundër jetës. Dhe ne këto të tri termet i kemi të qarta që këto antibiotikët kundër jetës kanë dëmtuar me vite të tëra, sepse jetën shumë lehtë. Antibiotikët tash paka shumë jemi vedisu, e shoh edhe në Kosovë, keq po unë e di në moshën time në Kosovë si fëmijë, për një grip të vogël na kanë fut antibiotikun dhe pas 24 orëve i ke hap syt. Pa e menduar pasojë çfarë bësh problem zorës. Sepse është informacioni dhe nuk duhet edhe gjykuar se. Dhe tani fatmirësisht edhe në Kosovë di që pa udhëzim nuk jepet. Këto kudo edhe në Shqipëri, patjetër. Po, dhe në Gjermani kjo fatmirësisht nga koha kur marr në Gjermani e kam pa që ti antibiotik nuk mundesh me marr kështu. Shko merre një gjilpër dhe tani pas 24 orësh ki temperaturë. Pra e kanë kuptuar atë çështjen e temperaturës që është duke trupi ta jep një alarm që ka ndodhur diçka, po jo domosdoshmërisht duhet me ta prish mikrobiomën tonë. Dhe kjo antibiotika, terapia antibiotikesh ka prishur edhe zorën tonë ose mikrobiomën tonë. Dhe kjo është çështja që jepet pa e menduar, se që është dhënë. Dhe kjo me vite ka ndikuar që të na me të vërtet kemi një disbalancë mikrobiomës. Ndërsa tek rastet e pacientëve që unë punoj që shumë vite, është e domosdoshme, sidomos kur kemi parametra vlera të mëdha të infeksionit të trup, pa antibiotikësh, do të kish mund në mirë ditën kur është zbuluar antibiotiku ka shëruar ka shpëtu jetë. Por gjatë terapisë, para terapisë antibiotikesh dhe pas terapisë antibiotikesh i sugjeroj të marrin probiotik. Tani, kur vjen puna të fjallat të suplementojmë, unë tham të marrim probiotik, pra të përgatisim probiotikët tonë natyral, sepse mundësia që do të marrim shumë koloni të bakterieve të mira në trupin tonë është shumë e madhe nga një jogurt që e bëj të shtëpia, sepse nga ajo pilula që do ta marr nga jashtë. Pra këto kapsulat të kapsulat probiotike që merren nga banatoria, nga farmacia, shumica në rasteve janë një koloni bakteriesh.
që e ndihmojnë trupin, nuk e them që s'do t'i ndihmojnë, por asesis mund të kenë larishmëri të bakterjeve të ndryshme, sepse unë thash ne kemi 3 triliona baktere në dorë dhe në qoftë se një koloni, një familje është dëmtuar, ti me ato që e merr me kapsul kur nuk do të mundesh ta ringritish mikrobiomin e tij. Pra, këshilla ime është përfundimtare. Para terapisë antibiotikesh, ke një infekcion shumë të lartë, ke një operacion shumë të lartë, që do shdosh me marr antibiotikesh, terapi, atëherë mikrobioma e zorës tënd vuan, të merrisht vuan. Atëherë të sugjeroj që të merren me të vërtet probiotik, të merren jogurt të bërë vet, të merren pak kefir të bërë vet, të merren pak lakra që kanë bërë vet, dhe kjo është mundësia më e mirë që e suporton. Pra unë edhe më tutje praktikoj 2 deri 3 herë në ditë probiotik të ndryshëm, kefir, kimchi dhe kombucha. Këto janë gjërat që unë i bëj permanent për me e suportu si duhet. Ndërsa në rastet një terapisë antibiotikash, të sugjeroja të merren. Në fundit, nëse nuk është mundësia të i bëjnë këto që i përmendëm vet, atëherë mund të marrin, po nuk duhet me pas pritshmëri të mëdha, sepse siç e përmenda, e ke një familje të bakterieve, një lactobacillus. Ajo nuk mund të bëjë ndryshimin në sekuncë, është edhe ajo pjesa që mendojnë me një dietë, me një ilaç, me një vitaminë, me një suplement, do ndryshojë çdo gjë edhe do kemi ato rezultate që duam të kemi. Gjithsesi, në rastin që ti the që ti sugjeron në raste të veçanta, është e mira të sugjerohen përsëri nga njerëz të fushës, sepse unë shikoj faqe që shesin veshje dhe në mes të veshjeve vendosin dhe disa suplemente. Unë tani nuk e kuptoj, do me thënë se shikoj që janë dhe me shumë djegës, kanë shumë blerje, nuk e kuptoj dhe pjesën e njerëzve, do me thënë se kur ti shkon për të bler veshje, ti drejtohesh tek një butik, apo jo? Por kur shkon për të marrë një suplement, ti nuk shkon tek një butik. Prandaj është kjo pjesa që nuk e di në qoftë se është ata që e shesin apo ata që e blejnë është problemi. Kjo më konfuzon shumë, do me thënë, sepse ndonjëherë shikoj edhe lodhem kur i shikoj edhe shumë nutricionistë ne folëm atë ditë dhe nuk do ta cek shumë, po është bërë si tip lufte, çfarë thot njëri nuk thot tjetri, dhe mua më pëlqen prandaj edhe janë me gishta mund t'i numëroj nutricionistët që flasin me mend në kokë, do të thoja që nuk e përgjigjsojnë informacionin që thonë, e përgjigjsojnë, nuk mund të flasësh diçka ti për të gjithë. Trupi është i ndryshëm, trupi im është i ndryshëm nga trupi juaj, është i ndryshëm nga i prindërve tanë, kështu që në secilat raste sugjerojnë gjëra të ndryshme, po kursesi të blihet një suplement tek një person që nuk ka asnjë lloj backgroundi, asnjë lloj informacioni përveç etiketës. Kur edhe etiketa, ti nuk di ta lexosh dhe ti nuk e di se çfarë ka brenda ky produkt. Plus pjesën e certifikimeve, plus pjesën e gjërave të tjera, që dhe për pjesën e suplementeve duhet të kesh një njohuri, çdo gjë është mësim i jetë, asnjëherë nuk duhet të mbaruar mësimi, se çdo gjë ka një histori nga mbrapa dhe kur është rasti që ti duhet i përdorësh, duhet të drejtohesh dhe duhet të lexosh shumë që cilat janë këto suplemente të cilat ti mund të shkosh edhe të drejtohesh, se si ti tani sapo na i shpjegove shumë bukur, ka dhe raste që sugjerojnë, jo me magji për të rregulluar çdo lloj, por që ka për t'i ardhur në ndihmë trupit. Mendoj për fund, atë çfarë neve duhet të vëdësohemi kolektivisht edhe të jemi përzgjedhës në ato çfarë konzumojmë. O them gjithmonë klientëve të mi, në qoftë se mendon ta blen një makinë, ti ke me shku me kontrollu disa herë, ose qoftë edhe një garderob, një pjesë bluze, ti nuk e merr shumë thjesht aty, por e mendon mirë, do të më ri bukur, do më analizon materialin, ngjyrën, do me thënë shpenzon shumë kohë aty. E tani kjo është edhe që ti duhet derisa pra thash si të dukemi, po shpenzon aq kohë. Pse nuk ulesh para se ta marrësh një suplement? Pse nuk ulesh me kontrollu çfarë backgroundi ka ajo, nga po vi, dhe nuk duhet me bë kompromis me atë çfarë i ofroj trupit tim. Pra, jam pro suplementeve në raste të ndryshme, individuale, në vetë suplementoj, për me që ne jemi të shumë vetëdijshëm që tani vetëm me ushqim nuk mundemi dot të jemi komplet të furnizuar ashtu siç mendojmë. Dhe në raste të ta kontrolloj vetin njerit, sheh çfarë problematika kam edhe në atë mënyrë jo të suplementoj vetëm çfarë më kanë dëgjuar,
por ta sheh një pasqyrë të trupit, them, shikoj një pasqyrë të parametrave të në trup, qoftë të infeksionit, qoftë të sheqerit, të yndyrës, e tjera, Pas një vitaminave. gripi, pasi gripi, unë mbaj mend kur isha në Shqipëri që dhe doktorët të shkruanin recet pasi gripi të ofronin ca suplemente, se trupi ka vuajtur shumë dhe kishte nevojë me ushqim ti doje shumë kohë të rigjeneroheshe, patjetër që duheshin edhe disa shtesa, se ato në fund të ditës janë thjesht shtesa ushqimore, nuk janë ndonjë se nuk e di pse bëjnë kaq, ose ndoshta është edhe pjesa e reklamave, domethënë që i japin fuqi diçka tjetër duke në vlerësuar një pjesë, por kjo nuk është rruga e duhur për të informuar konsumatorët, se pastaj dalim aty në këtë pjesën, unë nuk jam vetëm për pjesa e suplementeve, por edhe të produkteve. Shikoj, bëni mos konsumo këtë produkt me emër, unë nuk jam fare, ai ka patentën, ai produkt, ka bërë një punë shumë të madhe për të qenë në treg, je ti ajo që e vlerëson dhe konsumosh apo jo, por jo të bësh propagandë, mos konsumoni filan produkt, sepse ti, për mendimin tim, aty je duke ulur pikët vetes. Ti duhet të thuash mos konsumo, siç ti e shpjegove shumë mirë, buka e bardhë se ti nuk preferohet për këtë, aq më pak të vendoset në frigorifer. Jo të thuash emrin e një filan produkti dhe të thuash që mos të konsumoni, se kjo është automatikisht për mendimin tim nuk është profesionale dhe nuk i vjen në ndihmë askujt, sepse ose për pjesën e pasterizimit, që the për pjesën ti the thjesht një produkt i pasterizuar, për pjesën e produkteve të fermentuara, por nuk the filan produkt. Kjo është diferenca që për mendimin tim e ndan një njeri profesionist nga një njeri që është thjesht duke folur aty dhe është e mira që askush mos ta dëgjoj dhe mua më vjen shumë keq që është akoma vështirë për të ndarë këtë pjesën, po me pak punë dhe me jo me shumë llafe, uroj që njerëzit të bëjnë zgjedhjet e tyre dhe të drejtohen te njerëzit që vërtet duhet të drejtohen. Duhet dhe në fundit mire tha shumë bukur tha ato, mendoj që panikun, qëllimin e atyre të gjitha që e bën, qoftë që e përmendin një produkt dhe shkojnë i gjejnë edhe grup moshat e tilla zakonisht bën tek fëmijët, nënat, prekin aty, ky produkti nga kjo firma, nga kjo marka e bën këtë dhe thash është vetëm një çështje e panikut dhe një çështje e frikës dhe me të vërtetë aty nuk ka kompetencë, por mendimi im është prapavia ose qëllimi i asaj është të kemi më shumë klikime, të kemi më shumë shikueshmëri dhe në këtë mënyrë të marrë më shumë vëmendje dhe të jemi të sinqertë që ajo çfarë thot aty kush është ajo që ma ngrit gishtin dhe më thot mos e merr filan produktin ose merr këtë filan produktin. Po duhet të jemi me të vërtetë sikur që nisa ato që thash, nëse një bluzë shikoj çdo produkt që ta merrni, shtesë, sa i përket suplementeve, të jetë një të vetëdijshëm, shikoj nga ka ardha ajo dhe shikoj çfarë po i ofroj trupit tim. Pra trupi jon është një tempëll që duhet me rujt, edhe duhet me të vërtetë me trajtuar si soj. Dhe jo vetëm me konsumu gjëra të pavlefshme, apo edhe vetëm se i kam dëgjuar dikush, pra duhet të suplementohet, duhet të kontrollohet. Dhe më pak këtyre propagandave, më pak këtyre ngritet, në momentin që ngritet zëri, nuk e shoh profesionale, absolut, jo të bërtitet në për live, të bërtitet në për emisione televizive, të qohat koka në intervistat në YouTube, duke bërtitur, mos e bën këtë, mos e bën. Dhe për mua është me të vërtetë është tmerr çfarë dëgjojnë të tjerë dhe kjo mjerisht tek ne nuk është. Jo, edhe këta tek ti, po që e bën punën me të vërtetë shumë serioze dhe jep informacionin shumë serioz dhe jep informacione që mundesh ta kontrollosh edhe më të tjerë dhe nuk del të japish këtu këshilla me gishtrinë. Jo, sepse nuk bie rehat me veten tënde pastaj se dhe ajo fama për 10 ditë është edhe pastaj thjesht do mendosh që ke bërë keq dikujt me ato informacione të pavërteta që ke shpërndar. Unë nuk kënaqesha shumë, edhe vajti një orë dhe dia që do vinte një orë. E shoh tani që erdhe një orë dhe pse ta merr gjysmë orë se 45 minuta më shumë. Jo, unë isha shumë e sigurt se që nga telefonata na vajte 30 minuta. Imagjino pastaj kur futesh në detaje në informacion se sa do shkonte, po unë nuk kënaqesha shumë dhe nuk e ndjeva të them të drejtën orën. Të falenderoj shumë se mendoj se ishte një bashkëbisedim informues shumë
shumë i mirë për të gjitha ata që na ndoshin. Unë mendoj se do ta ruaj këtë videon sepse është edhe shtun, koha është e mirë edhe madomendja se janë njerëzit jashtë shtëpisë edhe nuk kanë pasur dhe shumë mundësi të gjithë shikoj hyrje dalje gjatë gjithë kohës, po se kisha edhe shumë mendjen aty se isha e fokusuar te biseda, kështu që po e ruaj tek feedi im edhe po të bëj edhe ty tag, kështu që dhe ata që nuk na ndoshin mund të kenë mundësinë që ta shikojnë këtë live edhe të marrin informacion, ndoshta i vim në punë për diçka, për mira diskutohet, sepse siç e tham, kemi përgjegjësi për fjalët që themi dhe nuk duam të bëjmë propaganda që s'na hyn në punë për asgjë. Faleminderit shumë, ishte për një me edhe për mua shumë kënaqësi, u kënaqa edhe unë edhe mendoj që jemi në energji të bukur edhe kjo sigurisht ka me ju shërbyer të tjerëve sepse e tham ato çfarë është dhe jo ajo çfarë duhet të na ndihmojnë nëse e kemi ndëgjuar. Pra, faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe kënaqësi dhe do jemi pavarësisht kësaj video që përfundoj, do jemi në kontakt sa diskutohet, ndoshta një herë tjetër për një live për suplementet, për çfarë ka shumë gjëra që duhen folur, kështu që do jemi në kontakt. Vetëm se e kemi filluar, Shumë faleminderit. Faleminderit, faleminderit shumë.